Nusja e shurdhur. Miq të dashur, një djalus sapo ishte martuar dhe dëshiroi që të nisë jetën e tij të lumtur me nusën e tij. Gjithandej nga komshitë dhe farefisi po i vjen fjalë të ndryshme në vesh, sikur që e kemi tradit për fat keq. Dikush i thot kështu për nusën e tij, dikush ashtu, dhe kështu me radhë, koka e mbushur dhe së mbushur me muhabete. Një muhabet i la përshtypje që duhesh të djaloshi ta e kontrollon. Nusja jyte nuk dëgjon, është e shurdhur. Dhe këta e kanë trashëgimi nga familja e saj, gjithë familja nuk dëgjon. Ki kujdes djali mirë, hap syt sa është dita e parë. Po çka të bëj? Tha do të e teston nusën nëse dëgjon. E si? Tha do t'i afrohesh nga largësia 5 metra dhe do t'i folish diçka, shihe a reagon. 4 metra, 3 metra, dhe do t'a shohësh shkallën e dëgjimit të saj. Djaloshi vin të shtëpia dhe nga largësia 5 metra po i fol. Nuse ime, çka ke gatuar për drekë? Ajo nuk përgjigjet. Afrohet 4 metra. Nuse, çka ke gatuar për drekë? Nuk përgjigjet. 3 metra, 2 metra, 1 metra, dhe kur i afroa afër shpatullës dhe i thot, nuse ime, çka ke bë për drekë sot? Kthen kryen nusja ka djalit duke i thënë, buri im, ja 5 herë po të them se e kam pjekur një pulë. U habit djali dhe nuk vazhdoi më të tjerë. Miq të dashur, përpara se të mendojmë se tjerët nuk dëgjojnë, do ishte mirë të shohëm vetveten nëse ne po dëgjojmë. Përpara se të i gjuajmë të tjerëve akuzë, do ishte mirë të shohim dhe kontrollojmë vetveten. Përpara se t'i thuajmë dikujt me gisht ti je kështu, duhet të shohim se 3 gishta të tjera flasin për vetveten tënde. Keni kujdes dhe mos merrni njerëzit kot nëpër këmbë. Ju dëshiroj një ditë të mbarë. Selam aleikum.